Përshëndetje, Supersport Albana Beko. Vini në një ndeshje me jeni në prag të dy ndeshjeve të para, cili është mentaliteti me cilin do të vi skuadra? Qoftë për të marrë vetëm atë një pikë që është e domosdoshme, apo kërkoni të bëni më shumë duke u kualifikuar me vendin e parë? Normal që janë dy finale shumë të mëdha për ne, po duhet normal të mendojmë për Moldavin sepse është një ndeshje e rëndësishme dhe janë një skuadër shumë e fortë për momentin. Po ne dimë mirë që duhet të ikum atje për të mos të hup, sepse edhe një pikë mund na nevojitet dhe jemi të kualifikuar, po do ishte edhe bukur të fitoshim dhe të arrijmë rekordin e pikëve si kombëtare. Kristian Artari, Panorama Sport. Krisaj, kualifikimi mund të vendoset në Moldavi, pasi na duhet një pikë, siç e thatë edhe ju. Por a ju ngjason kjo ndeshje me Armeninë në 2015, duke qenë se është dhe në transfert? Kanë lidhje, po siç e dim është pak ndoshta si ndeshje duket më thjesht sepse na duhet një pikë. Po me thënë vërtetën është një ndeshje me peshë sepse gjithë e dim që nëse fitojmë do jemi të kualifikuar dhe mund të kthehemi me një gëzim të madh në Shqipëri. Po humbëm do jetë një presion më shumë për ne dhe skuadrën që të kthehemi në Shqipëri dhe të kemi ndeshjen e fundit, kështu që gjithë ne jemi me një mendim që duhet të shkojmë përgatitëm dhe gati për të fituar ndeshjen sepse duhet të kthehemi me gëzim dhe ta shijojmë këtë ndeshje. Sabina Meter, Rrethëshe Sport, sa je kthyer të bësh mbrojtësin e djathtë në linjë me 4, sigurisht ke bërë edhe performanca më të mira, por edhe kritikat kanë rreshtur për ju. Kritikat për këtë ndeshje tu? Po kritika mund të kem se gjithë jetën time vesh kritika kam dëgju, po nuk është problem sepse rëndësi ka siç kemi arritur rezultatet ku jemi dhe që kemi mundësinë kualifikohemi për Euro 2024 dhe shkojmë në Gjermani, kjo është më e rëndësishme. Pastaj kritikat janë pjesë e lojës, mund vinë dhe do kemi gjithmonë. Hysaj, duke qenë se e keni provuar një herë emocionin e Euro 2016, si ndiheni që jemi shumë pranë kualifikimit në Euro 2024? Normal që është një ndjesie e bukur kur kujtojmë ato momente 2016 janë momente që nuk mund t'i harrosh. Dhe shpresoj që t'i shijojnë dhe çunat e tjerë dhe ne përsëris bashkë me shokun tim vjetër Berishën dhe ajo është një kënaqësi, kështu që duhet të shkojmë atje me mendje të duhur dhe të bijmë fitor në Shqipëri. Hysaj, gjithë kjo ecuri e mirë e kombëtares ju bën që pra këtyre dy sfidave të jeni më të motivuar për të fituar ato apo të keni më shumë presion sepse duhet me patjetër që të arrihet kualifikimi? Ne duhet jemi të rritur në mentalitet sepse nuk duhet ta shikojmë si presion. Duhet jetë një mundësi për ne, duhet ta shfrytëzojmë. E dim që do jetë e vështirë, po ne punojmë për këtë ditë dhe për këtë ndeshje, kështu që duhet jemi gati. Hysaj, edhe në raport me kualifikueset e Europianit 2016, skuadra në aspektin mbrojtës është më mirë, ka psuar vetëm 3 gola, kështu që deri më tani statistikat janë edhe më pozitive se në atë kohë. A është kjo mbrojtja më e mirë që ka pasur të paktën për sa kohë ke qenë ti kombëtarja? Po, ne kemi pasur gjithmonë mbrojtjen e fortë dhe në Europianin e kaluar që u kualifikuam. Po normal që statistikat flasin vetë dhe nëse statistikat thonë që kjo është mbrojtja më e mirë, besoj që kjo është mbrojtja më e mirë që kemi pasur në erën kombëtare. Enrico Gaba, Euronews Albania. Ju besoj e keni vëzhguar kundërshtarin jo vetëm në ndeshjen që kemi zhvilluar në Tiranë, fituar 2-0, por edhe për atë çka është thyer në një kockë e fortë do të thënë për dy ekipet e tjera që cilësojnë pretendente. Çfarë të vlerësoni më tepër tek kjo skuadër, sa probleme mund të na hap? Faleminderit. Normal që është një skuadër kemi pa gjithë, nuk ka pësuar hupje hiç në shtëpi. Dim që është një skuadër që janë gjithë brapa, që kundërsulmojnë, luajnë me kundërsulme dhe ne po përgatisim për këtë ndeshje të tillë që ato do rrinë brapa, po do na lajnë dhe ne mundësitë tona, duhet të gjejmë vetë mundësitë tona për të sulmuar dhe të jemi kujdesshëm në mbrojtje për kundërsulmet e tyre. Dhe fundit Hysaj, duket se këtë fushat kualifikuese çdo gjë është në vendin e duhur. Lojtarët, pozicionet, trajneri, përshtatja me idetë e tij. Nëse do jemi një notë këtyre kualifikuese, cila do ishte? Notën të mas ndeshjes me Moldavin ose mbash ndeshjes me Izrael Faroe, kështu që duhet presim dhe pak dhe pastaj do flasim pra bashkë dhe jap notën. Faleminderit.
Berisha vini nga një moment shumë i mirë, ndeshja e fundit në kampionat ka qenë një ndeshje ku ju keni qenë padyshim një prej protagonistëve kryesor në 3 pikëshin me Napolin. Me këtë formë, mendoni që do të mbeteni zgjedhje e parë për trajnerin Silvinio? Po, kam des. Po, ne sigurisht tani kemi një moment shumë delikat, do të thoja. Jemi shumë të fokusuar për këtë ndeshje. Me siguri forma ime jam munduar gjithmonë, ka qenë një ndër arsyet edhe pse kam zgjedhë shkoj tek Empoli, pasi që kam dashur të jemi gatshëm dhe të jem në një formë shumë të mirë. Dhe kjo është duke ndodhur fatmirësisht dhe pastaj për gjëra tjera duhet t'ia lajmë trajnerit. E tretë, pas gjitha atyre pritjeve me Napolin, a ju bën përshtypje Moldavia? Me siguri që po, të them drejtën, ajo lojë vetë se kam harruar, kështu që jam fokusuar tani në këtë ndeshje. Gjëja kryesore është që kemi entuziazmin dhe nuk duhet që ta humbasim, pasi që është shumë e vështirë për t'u kriju. Kështu që ne duhet shkojmë në Moldavi me gjithë respektin që kemi për ta, mirë po duhet ta bëjmë lojën tonë. Petrit, humbjen e vetme që ka pësuar Moldavia është pikërisht nga ekipi ynë. Sa ndryshon kjo sfidë në krahasim me sfidën e luajtur në Tiranë? Po është gjithsesi një sfidë tjetër, një sfidë e re. Domethënë çdo lojë ka vështirësitë edhe situatat e ndryshme, kështu mendoj edhe kjo do të jetë. Mirë po, ne i dim kualitetet e tyre, i dim edhe kualitetet e tona, dhe si thash edhe më herët, duhet hyjmë sa më shumë të motivuar dhe që ta kryjmë punë sa më parë që jetë e mundur. Vetëm një hap larg kualifikimit dhe ju jeni më në brendësi të grupit, si është situata brenda grupa, ka eufori skuadra? Jo, nuk mund të them që ka eufori, ka entuziazëm dhe këtë duhet ta mbajmë edhe më tutje. Për shkak se, siç thash edhe më herët, është shumë e vështirë pastaj që të krijohet entuziazmi, sepse duhen rezultatet, ka shumë vështirësi, kemi qenë në vështirësi edhe më herët dhe kem bërë shumë, kem derë shumë djerë se mund për të arritur deri këtu, kështu që jo vetëm në këtë ndeshje, por edhe pas kësaj ndeshje duhet të menaxhojmë situatën sa më mirë, ta ruajmë, t'i bëjmë gjërat ashtu siç duhet dhe nëse kemi mundësi që të kualifikohemi në Europian, duhet të shkojmë dhe të bëjmë edhe gjëra edhe më të mira se që kena bërë më herët. Berisha, duke e vlerësuar dhe performancën tuaj të fundit, siç e përmendën kolegët, por edhe të gjithë grupit, sa ndikon, mund të themi, presioni, apo nëse duke parë dhe eksperiencën që ju keni, në cilën anë rëndon më tepër tek një skuadër që e ka luksin që me 1 pikë në 2 përballje të kalojë më tej, apo Moldavia që me gjasi duhen të dyja ndeshjet fitore? Faleminderit. Unë mendoj, tani nuk jam në pozitën e Moldavisë aty, po me siguri mundohem që ta kuptoj situatën e tyre, ndoshta dhe ta kenë në një lojë, një skuadër si që jemi ne, është deri tash ka qenë mjaft e vështirë. Çdo ekip që është përballur me ne, i kemi vu në vështirësi. Do mundohemi që të bëjnë të njëjtën gjë, kurse sigurisht për ne është ndoshta në letër është diçka më e lehtë, mirë po jo edhe atje në fushë, pasi ata nuk kanë asgjë për të humbur dhe do futen me siguri në ndeshje përfitore. Njëjtën gjë duhet ta bëjmë edhe ne dhe nuk duhet të bëjmë shumë kalkulime. Pastaj kemi ne edhe ndeshjen tjetër që aty me siguri që duhet edhe aty të shkojmë përfitore.